أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقه واقتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد فلندرم الله në madhruar të bareke و taala që shi përket lartë madhërisë së tij gjithherë dhe çdo herë pranojmë dhe dëshmojmë deklarojmë se jemi të mangët të lartësojmë, të madhrojmë, të falenderojmë Zotin tonë, qysh ai meriton të bareke و taala. Hamd dhe falenderim lartë madhërisë së tij derisa ai të kënaqet me ne. Hamd dhe falenderim lartë madhërisë së tij edhe pasi që të kënaqet me ne. Hamd dhe falenderim në dynja dhe në ahiret. Salavat dhe selam e dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, familjes e tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre muslimanëve dhe muslimaneve të cilët kanë ndjekur dhe kanë pasuar rrugën e atij burri të madh derisa të kësaj dite dhe ata të cilët vinë pas nesh deri në kiamet. Pastaj të nderuar, pasi që i madhi Allah te bareke ve taala i ndaloi muslimanët që të flasin, të diskutojnë, të konsultohen, ta pyesin pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam para se të japin diç sadaka. E që kjo ishte respekt për pejgamberin e Zotit, nga se herher e rëndonin sahabët duke pyetur. Jo edhe rallëherë me vend e pa vend, jo edhe rallëherë e zgjasnin në pyetje, në konsultim dhe në qëndrim pranë tij. Dhe kjo rëndonte aty bekuar, ajo që rëndon pejgamberin, rëndon Allahun te bareke ve taala. E Allahu rahmet dhe mëshirë për të dashurin e tij, e urdhëroi muslimanët që fillimisht të japin një sadaka e pastaj të bisedojnë me te.
Më pas e pëzëlloj këtë dispozit i madhi Allah të bareke o ta'ala. E pëzëlloj këte, por mbeti respekti ndaj pejgamberit që shka qenë dhe kujdesi ndaj personalitetit të ti, që duhen ta kenë sahabët ndaj ti njeriu, sepse është i përzgjedhurit madhit Allah të bareke o ta'ala. Pasi cek Allahu këtë në vazhdim në ajetet të cilat i kemë para vetës, respektivisht nga ajeti 14 deri në ajeti 19 të surës El-Mujadele, i madhi Allah cek gjendjen e një grupi hipokritësh, munafikësh, të cilët shtiheshin se janë musliman, por në fakt nuk ishin musliman. Kur rrinin me pejgamberin alayhi salam dhe me muslimanët, merrnin lajme, dëgjonin atë që flitej, e pastaj kur akthenin në shpinën, shkonin tek qifotët, të cilët ishin pjesa komuniteti i tretë në Medinë, dhe u atregonin atyre sekretet e muslimanëve. Madje u thonin qifotëve se ne jena me ju. Kur ishin me musliman, ne jena me ju. Kur ishin me qifot, ne jena me ju. E Allah i madhruar, madje dhe betoheshin për këtë bënin be. E Allah i madhruar, po aqet në pah në shesh, këtë hipokrizi, edhe po i kërcënënë, ashper, se do të kenë një dënim shumë të dhimshëm ditën e kiametit. Pra jetët kanë të bëjnë për apo rreth munafikëve, apo një grupi munafikësh të cilët ishin në Medinë, e ne e dimi të gjithë muslimanët që sa do pak që njohim Kur'anin dhe njohim historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e që falës Zotit ju jeni pjesë asaj që njohim, sepse tashmë muslimanët, në veçanti rinia, është arsimuar, bukur shumë dhe arsimuar për çdo ditë, lexon, dëgjon, përcjell ligjërata të ndryshme dhe kupton fenë mirë më mirë, e jo me u përqendrua apo me mbet, me ngel vetëm në kryerjen e adhurimeve të Zotit dhe mos më avancume për 70 vite apo 80 vite, që kanë qenë prindët tanë, prindërve tanë dhe me gjenerata, andaj edhe ka dominuar gjehlin e shumë fusha. Sot ka ndryshu falë Zotit, por obligimi kemë që non-stop të ngritemi, të avancohemi duke ndëgju fjallën Allahut, fjallën e pejgamberit, mendimet e ulemave, komentet e ulemave, meselet e fikut, meselet e akides, disa i përsërisim, disa i rikujtojmë, disa i mësojmë të tjera, disa i vërtetojmë që pas kum pas mirë, dhe kështu më radhë ngritemi te i madhi Allah, sepse sa ma shumë të ngritemi me dije, sa ma mirë të njohim Zotin tonë, sa ma shumë të njohim Kur'anin dhe Sunetin, ne jena me afër Allahu te bareke o ta'ala. Pra, pa dashur me dalë prej temës, ata që njohin pak historinë, e dinë se musliman kanë ikë për munafikëve shumë. Për atë e madhi Allah të bareke o ta'ala, qysh në fillim atë në surës Bekare, flet gjatë për munafikët. Për derisa për çfarët flet shumë pak, për munafikët flet shumë. E pastaj flet edhe më pas, që kemi folur për ta gjëra gjatë në surën Tobe, po edhe në surë tjera, në surën Ahzab dhe kështu me radhë, ku i madhi Allah cek, madje edhe në surët plot munafikun, na vjen me vonë, i madhi Allah cek i përmend këta njerëz që janë shtresa pak më e ulët e shoqërisë, për më na treguar rrezikun e tyne, i cili ka qenë kohë pejgamberit alayhi salatu wassalam, damën që kanë bërë muslimanëve, rrezikun e madh që kanë pas musliman prej tyne, edhe se ky dëm, edhe ky rrezik, dhe ky sherr i tyne ka vazhduar derisa tek kësaj dite dhe vazhdoi derisa don Zoti. Derisa don Zoti që të ketë munafik të shtihen se janë musliman, anë fakt janë dyftërsh,
Vetë fjala munafik është munafik. Është munafik. Mundohet me rrejt njerëzit tokë, e Zotin lartë një qiell. Qysh janë dhe këto ajete të cilat na vijnë neve para vetes, por s'ka ne punë është. Allahu na ruaj prej nifakit, ya Rabbel Alamin. Tani shkojmë te komente ajeteve, duke mbështetur të madhit Allah te bareke ve taala, mas'udhu billahi minash shaitanir rajim. Fat Allahu azza wa jall, alam tara ila alladhina tawallaw qauman ghadiba Allahu alayhim. A nuk e sheh ti o Muhammed sallallahu alaihi wasallam hipokritët, a nuk e sheh ti se si miqësohen me njerëz me të cilët Allahu është i zemëruar. Alam tara ila alladhina tawallaw qauman ghadiba Allahu alayhim. A nuk e sheh ti ata njerëz? E që bia, a nuk çuditesh ti me ata njerëz? Arab të Medinës, munafik, të cilët miqësohen, shoqërohen me ata të tjerët, nuk e përmenamnin, me ata të tjerët, ndaj të cilëve është i hidhruar Allahu, e Allahu ndaj kujt është i hidhruar, gayril maghdubi alejhim, kush janë? Janë qifutët. Në fakt qifutët ishin në Medinë, ishin komunitetin veti, ishin muslimanët, arabët dhe qifutët, por me pasë ndonë në 3 komunitete nga ana e besimit. Muslimanët që erdhën prej Mekës dhe që Medinasit që i pasuan ansarët, qifutët veç ishin 3 fise, dhe o shfaq komuniteti i tretë që janë hipokritët, që ngelen, mbeten mushrik pagan, por pas lutës së Bedrit, e panë se musliman përforcohen, andaj e panë se alternativë të mirë për më mshef, për më masku, me thanë jena musliman. Dhe thanë si jena musliman. E Allahu këtu për shfaq që dinë, Allah nuk që ditë për veti, por pithat pejgamberit vetë, sallallahu aleyhi sallam. A nuk e shefti? A nuk e shef? Pra me sytë zemrës të mendjes, ata njerëz të cilët shoqërohen, mitësohen, bëhen jarana, me ata që Zoti është i dhruar ndaj tyre, pra me qifut. Allah është i zemruar në ta, është i dhruar. Pra, këta njerëz që shka ardhur nga një grup i selefve, e komentatorët Koranit, edhe për shkakën e zbritjes së këtyre ajeteve, munafiqët shkonin tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, rënin me te, me muslimanët, dhe bisedonin, thua se nuk ka asnjë të ligë të ta, asnjë pikë dyshimi. Me pas shkonin, bile nëse kishte nevoja betoheshin që ne jena musliman. Me pas shkonin tek qifutët dhe thanë atyne ne jena me juve. Ne jena me juve. Dhe i kishin me rana qifutët, me miq, me dosta, se sa që i kishin muslimanët. E Allah pa thë ta shëf, qka puna atyne? A nuk që ditë shti me ta? Ma hum minkum, ola minhum. Këta munafik nuk janë prej jush, sepse si janë musliman. Edhe pse, po deklarohen si janë musliman, këta si janë musliman, nga se në zemrat e tyne, e mshefin një fakun, e mshefin shirkun, më shirkjen, ta në ende në shirkun e vjetër, para islamit, asgjë s'ka ndryshuar të ta. Por ka ndryshuar të shqiptuar, shtihen, shtiren, shtihohen, paraqiten, shfaqen si janë musliman, pra nuk janë prej jush, ama nuk janë as prej tyne. Nuk janë prej qifutve, sepse ta nuk e besojnë fejnë qifute. Po të këshin besu, e këshin pasu. Po dhe qifutet nuk i dojnë këta. Nga se qifutët nuk e dojnë asnjë popull në botë për pas vetën e vetë.
aq ma pak arabet, që fotët kur njëtë se ka ndasht arabet. Kur për jetë. Dhe ere sa kitë ditë, nuk i dojnë arabet. Nuk i dojnë, me mujtë arabet nuk shohen me si shduke, nuk i dojnë arabet që fotët, kjo është e njohur. Zaten, njëra për shkaqeve kryesore, pse se besun pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ishte që a ishte nga arabet, dhe këte kemi të sekë që surët Baqarit, në Baqara dhe Aran, dhe këte ditë dyjanja ata që duan të dinë. Pse është për arabëve, pse është për neve, ne jena me meritor, sepse ne jena të dashurit Allah. Se dhe që tjetë, si jem të folë për që fotë këto. Por Allah po thotë se këta munafik nuk janë për jush, se janë musliman, por nuk janë edhe për që fotëve. Këta që kretë, janë më dhebdhebine, bejnë dhalik, la ilaha ula, wa la ilaha ula, që ka thonë Allah në surat të Nisa, këta janë të dëshim, të janë label. Herë ndej, e herë këndej, ka që vjenë ma mirë. Zatër munafiket, kjo është cilësia tyne. Allahu na ruajt prej nifakut. Gjithmonë kur e sheh një njeri e në zemrën si hap për maskujt se s'ke mundësi dhe shqyqër që se ke në atë mundësi. E ja lojmë Zotit. Por Allahu kalana alamete shenja. E prej shenjave të munafikut është ka të ma fort shkan qalena. Letja ka mira ke qaj. I forto, anau, shkapitune, cillë do sistem të vjen, cilla do partit ngritet, cili do individ ngritet a me fort, anën pejtina. Sepse do interesin e dynjas, nuk e do drejtësinaj, nuk e do në hakon, nuk e do në ahiret. Mja dhonë e mërë, po s'lodhet për ta. Edhe këta kështu, as nuk jenë me ata, as me ata. Por, muslimën po kanë fillu më ngrit, andaj nuk banë, më shfaq armitësi të hapur muslimanëve. Që me banë? Tho jena me ta na me zbahet. Me juve jena na. Po kur të rënë munafikat, thonë edhe aty ne jena me na me juve. Për ata Allah ka thonë që surat Baqara atje, o edha le kulli dhina amenu, qalu amanna. Kur rrinë me musliman, munafiket thonin amanna, kem besu Zotin hak, pejgamberin hak, Koranin hak, ditën e kiametit hak, gjenetin hak, gjenemin hak. O edha khalu ila shayatinihim, qalu inna ma'akum, innama nahnu mustahzi'un. Dësa kur kthehen, kur dalin pe pejgamberit, pe muslimanve, pe grupit ty në largohen, dhe shkojnë tek paria tyne, tek rërët e tyne, tek të partë e tyne, e pe tyne dhe tek qëfëtet, o thonë atyne jemana. Na e gare bëboj me tava, veç po talemi se na jena me juve, inna makum, na me juve jena. Por, ne po du të përfitojnë pe tyne, po bojmë shaka hajgare me ta, ata se janë kërkushën, shtjen, kush janë ata që me kanë ne pe tyne. Pra talëshin, e dhe në qëmanin, muslimanin. Pra Allah e madhruar thët, a nuk e shetë Muhammed sallallahu aleyhi wasallam, ata njerëz të cilët mi qësohen me atat me të cilët Allah është i hidhruar, i zemruar ndaj tyre e që janë qëfotët. Nuk janë prej jush ata, as nuk janë prej tyre ata. Jahlifune alel këdhibi vahum ja'lemun. Betohen rajshëm. Betohen rajshëm me vetë dije. Betohen me vetë dije. Pra betohen se jena prej juve, o musliman. Shkaku në zbritë si këte ajeti sot më katil, edhe ulemat të tjirë, si shtash me lartë, munafiket, vinin të pejgamberin, ndëgjonin, e pas të shkanin, edhe krejtja këshin ndëgjua, që këshin kuptua për cilën që fëdhe. Pejgamberin një herë ka ndarë 2 transmitime, njëra në ditën e gjëmasët, pas në gjëmas, e njëra në pas një mezhlisi tjetër,
e rëndësishme, ishte me shokët e vetë dhe ju tha, tash, ju vjen një njeri, zemrën e ka të mbushur me armiqësi, shikimin e ka shikimin e shejtanit, tash ka marrë dhe. Kur të vjen, mos e falni, ju asë gjë, asë selamën, mos ja ktheni. Ande pa përfundu mohabetin, nuk zgjati shumë, 3 kiti dera, hyni një munafik, pe kërëve të munafikve. Dha selam, kërko s'ja ktheo, pejgamberi tha, pse po flet keq kundër meje ti? Ajmet, ku pe din ti? Pse po flet keq kundër meje dhe muslimanëve? Aja nisi me u betu, wallahi, billahi, tallahi, na jena të sinqertë, na jena muslimanë, na jena me ty, na të besim ty, no? Ty është dhe munafiku me bobi? Ti dhe shokët e tu, kur po na ktheni shpinë neve, për dilni prej mezhliset, për shkonin mezhlise tjera, po falni, s'paleni të zezë, pa thonë kundër nesh. Dhe kë ra, e kuptej se o zbulua. E përmënot në mbulu, këtë me qka me be rejshën, me betim rejshën. Dhe nuk mi aftoj me kaqë, por shka i thire ka la blak shok, aty një ka kalzua atje që ku për neve zbulu, edhe erdhen e tonë për bëjmë beo, ja Rasulullah, pasha zotin e natë sinqerte, ja Rasulullah, natë besim tyje, por kjo nuk i qënë pesh këtë gjë. E Allahu i zbriti këto ajete koranore, sa ta pëndohet me lavet veta para pejgamber dhe muslimanve, por Allahu i zbriti ajetet koranore dhe u aqiti një shesh, hipokrizin, monafikin, dëftërsin e tyne. Në vazhdim Allahu për i kërsnë në rëndë. E adda Allahu lehum adhaben shedida, innehum sa e ma kanu jamelun. Allahu për ta ka përgatitur një dëshkim, një dënim, një azab të ashpër për shirkun e tyre, për kufrin e tyre, për urrejtjen e tyre që kanë kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam muslimanëve, për munafikin e hipokrizin që po a bëjnë muslimanëve, për veprat e tyre. Innehum sa'a ma kanu ya'malun, vërtet ata atë që e bëjnë është shumë e keqe. Pra sa e keqe është ai veprim, ajo punë që në duke bërë këta. E qysh pas me qenë e keqe, pa thuja ka më të keqe. Me më shef shirkun kufri, me liftu pejgamberin e Zotit, me mundu me raj pejgamberin e Zotit, me ja të regu sekretet e pejgamberit Allahut, armizve të Zotit, armizve të pejgamberit, me fut fesad mes muslimanëve, mes njerëzve, ka vepër më të ligë, më të keqe se sa kjo, për ata Allah për thëtë, kjo vërtet është një vepër e keqe, është shumë e keqe. Andaj dhe meriton dënim të randë, kur dalim para Allah të madhruar. Fahreddin Razi thëtë Allahu alem, si shumë komentatorë është për qëllim të dënimi i varrit, sepse ahiretit vije më vanë. Mund tjetë i varët, në fakt dënimi për jo besimtarët, që farët, në mesin ty dhe munafikët, bilen kërë ty në munafikët, sepse këta kanë dënimi më tranë, dënimi ty në fillën agonit vdekjes. Hala pa hinë varë. Dënimi vujtja që përjetojnë ata, fillën agonit vdekjes. E më sëpët pasit futën në varë. Qëka i gjenë? Dënimi aty nuk ju ndahet. Pra rëndësishme është, fillon bota tjetër, e me agoninë e vdekjes, veç që drejtu për botës tjetër, edhe me dhanje në shpirt, hynin botën tjetër, e bota tjetër është bota jeta bërzakh, varreza dhe jeta kur të rinjallën e dalin para të madhit Allah. Krejt tutje, për ta ka dënim të randë, Allahu në ruajt. Ittakhadhu eimanuhum junnatan fasaddu an sabilillah. Ata betimin e tyne kanë marrë si mburoj, teksa i pengojnë të i tjiret për rrugës të Allahut. Betimin e tyne kanë marrë si mburoj.
thamë më lartë, se ata kër u zbuluan, bënin be pasha, Allahun ja Rasulullah, na jena musliman sinqertë, na jena me tyje, na jena burrat mire, na dojna tyje, na ranë. Pra, për e marrin betimin e tyne, ben për përdorin mburoj. Mburoj mund kuptohet, mburoj më masku që jena musliman. Por mburoj mund kuptohet, e që shumë komentatore kanë thonë kështu, mburoj që më konsideru mbranda ummetit islam dhe mos me liftu pejgamberi. Sepse këta, ose janë qifot dhe kanë marrëveshje me pejgamberin në Medinë, tani më bën thehet marrëveshja, dhe ka veprime tjera, por njëherë është marrëveshja me qifot. Ose janë mushrik pagan dhe janë në luftë me pejgamberin, si që shenë me kasit. Ose janë musliman dhe janë pjesë e ummetit. Këta nuk janë asnjë prej tyne, këta janë veç pagan. Por me mbrojt gjakin e tyne, e pasurinë e tyre, po bojnë besë jena musliman. E Allah po aqet, po thot, ata betimin e tyne, ben e tyne e kanë marrë si mburoj, me mbrojt gjakin e tyne, pasurinë e tyre. Fasaddu an sabilillah, por në anën tjetër pengojnë nga rruga e Allahut. Qysh pengojnë nga rruga e Allahut? Kur shtihohen, paraqiten se janë musliman, këto e din pejgamberi, një grup sahabësh të cilët janë të afërt pejgamberit, thirrojnë atë, ndëgjojnë atë të tjerë, por jo ta muslimanët. E aq më pak ata që nuk janë musliman, por dojnë me hyrë në islam. Tash këta shtihen që janë musliman, dhe kur rrinë në musliman të dopt, apo me njerë që duan të hyrë në islam, ta fillojmë në shfaq dyshime. E qa po të bëjnë kjo fe? Qa po do ty Muhamedi? Qa po lakmonën te? A mos më ka atë pasuni? A mos më të ka atë numër të matë njerëzve? Qa ka në të? Qfar të mira ka në te? Shfaqin dyshime. Apo me ndonjë që këta kanë me pas ndonjë të ardhme, keni me pa jo, shumë shpejt, ty në kam jarë fundi, ta se kanë gatë. Dhe shubuhat e dyshime tjera, të cilat i futnin brenda njerëzve, në psikologjisë të njerëzve të dopt, dhe me këtë pengonin njerëzit për të hyrë në islam. E Allahu po ja nëmëran, edhe për mërni betimin si mburoj, për ta mbrojtur, po bëni birrajshëm, për ta mbrojtur gjakën e juaj, nuk po mjaftoni me kaq, por edhe për i pengoni të tjerët me hyrë në këtë islam. Pra, për liftoni islamin në mënyrën direkte. Dhe kjo është edhe më e randë. Pra ta thëtë Allahu në vazhdim, felehum adhabun muhin, andaj për ta do të ketë apo ka dënim poshtruese. Muhin është me të poshtru dikush, me të nënçmu dikush, me të shtre për tokë dikush, me të bohur. Në dënim poshtrues, sepse këta meritojnë dënim të tillë. Nga se veprat i kanë të tilla, zemrat i kanë të zeza, të mbushura me urrejtje kundër muslimanëve. Nuk lojnë mundësi e hapësirë që kanë për të luftuar fjalën e Allahut që nuk e luftojnë, që nuk e shfrytëzojnë. Andaj meritojnë të dënim të dhimbshëm, e dënim nënçmues e poshtrues që do të poshtëroj i madhi Allah ditën e Kiametit para krejt krijesave të tij, kur dalëm para lartëmadhërisë së tij te bareke ve taala. Tani thot Allahu në vazhdim: Lan tugniya anhum amwaluhum wala auladuhum min Allahi shay'a. Para Allahut, atyre nuk do t'ju bëj kur fardobie pasuria atyre e as fëmijët e tyre. Para Allahut, atyre nuk do t'ju bëj kur fardobie as pasuria atyre e as fëmijët e tyre.
Abdullah bin Ubej bin Seluli, kreu I munafikëve, I thashte munafikëve të tjerë, shtarëve të tij, Muhamedi po pretendon se ka për të ngadhnyer në këtë dynja dhe ka për të ngadhnyer në ahiret. Pasha Allahu, as në dynja e as në ahiret. Nëse ka ahiret, nëse ka rinjallë që për thot këpë, që për të Muhamedi, që kësë besën të, nëse ka, ne këtë jena më të mëdhej se sa kë, dhe do t'jemi edhe në ahiret më të mëdhej se sa kë, sepse ne kem pasuri, sepse ne kem fëmijë, kem pasardhës, kem kallabllak njerëz, kësë ka kërkan. Thuaj ndryshe, muslimanët kur erdhën në Medinë, erdhën fukara. Edhe një pjesë me dinazve që pranon Islamin, edhe ata një pjesë të tyre ishin fukara. Dhe shtu varfëria, edhe me tej, edhe me shëmardhjen e muslimanëve. Munafikët ishin të pasurit e Medinës, të Yathribit, tani me vonë të quajtur Medinë, ishin të pasurit. Shumë për tyne kishin pasunit madhe. Kishin tregtinë në dorë, bashkë me qifotët. Madje, Abdullah bin Ubej bin Seluli, kreu I munafikëve, para se më shpërngur pejgamberin në Medinë, alayhi salatu wassalam, pretendon të shumë, ishte bogati gati, që të zgjidhet kryeplaku I pari I qytetit të Medinës respektivisht I arabët se qifotët se pranojnë, po I arabëve fiset Aus dhe Khazraj, të cilët ishin banor të Medinës. Ishte të përgatit terrenin, se zakonisht këtë dynja njerëz të pasur bëhen të parë. Zakonisht, as përshin edhe sada. Qështu akon, për pas një periudhë kur ka qenë bota e Islamin, kalifati I shëndosh, për ndryshe, se pa të krahë të fort, e s'pa të pare, të rrët e shpje ka peshtagur I lëpë që atje, se për që I meqëm, kush me rhabas të thëtë. E lërë mo me të bo pash, a me të bo të paren. Dynja kja. Kja dynja, vështë ndashtë Allahu vetë, ajo është zëtë. Ajo është zëtë për të nuk e zërë kur gjo. Por, që shtu funksionon të njerëzit. Të musliman e të jo musliman. Pra kë ishte përgatitur më ba I pari Medinës. Erdhe pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam, erdhën muslimantë, arabët e Medinës, e përqafun Islamin, bo një ndryshim, një revolucion në banë, Medinë, revolucion. Kush mund dynjat nuk ta përmengte. Pra kë kishte pasuni, ishin të pasur. Kishin në familje, kishin njerëz. Andaj kë krenohej me shokët e tij para pejgamberit. Krenohej në këtë dynja. Dhe krenohej para shokëve tina se na jena bosa, na jena këtu. Na jena, mëse mërë vesh, mëse mërë një me, mëse lënë këtë me Muhammed me shokët e tij, se këta jenë një grup I vogël dhe s'ka me shku këty në largë. S'kan këta diçka që javlen një lak mu. Ama s'ka nej pozita, nej posta, nej leka, nej para, nej biznes, ata zënë s'kan. Ta je nik, buk s'kan me hore, nik për meke atje, s'kan buk me hore. Madje, kjo për pretendën se kanë më ngjallë. Ku është ajo ringjallje? Po dhe nëse është ajo ringjallje, na do t'jem triumf e do t'fitojmë edhe atje, falë pasionistën e fëmijëve tonë, kallabllak që kena. Kështu shejtani bën për vetë njerëzit e lik. Dhe ja që ka thëtë Allahu në vazhdim të bareke vë ta'ala. Pra Allahu për thëtë, lën të gnianhum emvaluhum wa avladuhum min Allahi shej'a. Kur të rinjallë Allahu rëbët e ti në ditën e kiametit. Bashkë me të dhe munafikët. Për thëtë Allahu, para Allahut aty nuk do t'ju bëj kur farë dëbije pasuria aty rasëmit e tyne. Tani në gjallë të munafik, të cilët këtu pretendonin se nëse ka,
ringjallje, ne edhe atje do t'jemi nga dhimbtare, fitimtare, falë fëmijëve, pasionisë të mirave që i kena. E Allahu këtu po ju tregon, para se me shku atje, se pasionia juaj dhe evlate ju dhe krejt çka keni dhe çka ekziston këtë dynja, asgjë nuk mund të ju ndihmojnë kur dilni para të madhit Allah Tebareke ve Teala ditën e Kiametit. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Më të vërtet ata janë banorë të zjarrit, në të do t'jen apo aty do t'jen për gjithmonë. Pra, çka të kryjnë punë pasunia, çka të kryjnë punë pushteti, çka të kryjnë punë familja jote ditën e Kiametit. Kujna i kryjnë punë që po të kryjnë ty, po kujna i bjen mend për kënd, po kush mundet me ndikue, me ndërmjetësue, po kush guxon te i madhi Allah Tebareke ve Teala ditën e Kiametit. Në veçanti ditën e Kiametit. Andaj Allah po e tregon këto se jo, nuk është ashtu. Po është ndryshe. S'kam ju kry pun juve asë gjë, pasunia, as fëmijët e juaj dhe asë gjë tjetër, as juve as të tjerëve, të cilët nuk janë rrugën e Allahu Tebareke ve Teala, por ju do t'jeni banor të xhehenemit dhe në të do t'jeni për gjithmonë. Yawma yab'athuhum Allahu jami'an fa yahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Allahu po thot, ditën kur të ringjall Allahu njerëzit prej varrit e qëtë ditën e Kiametit. Ata do t'i betohen atina, Allahut, ashtu si që betohen juve. Tani Allahu përshkruan gjendjen e këtyne munafikëve ditën e Kiametit. E pa thot Allahu, këta munafik, juve po ju bojnë be se na jena në rrugë të Zotit. Këta edhe mu më bojnë be nesër kur dalin ditë Kiametit. Këta po përpiqen më rrejt më mashtru juve në këtë dynja. Ta do të përpiqen më mashtru edhe mu në ditën e Kiametit. La ilahe illallah. Pra, ditën kur të ringjall Allahu, fejahlifune lehu kema jahlifune lekum. Ata i bëjnë be Allahut, i betohen Allahut, se që u janë betuar juve në këtë dënja. O jahsebune ennehum ala shej, ela innehum humul kadhibun. Duke menduar se ky betim do t'ju sjell dobi. Duke menduar se ky betim do t'ju sjell dobi. Qysh do t'ju sjell dobi? Në këtë dënja a ju sjell dobi betimi? Po. Sepse i mbrojt gjaku i tyne, nuk i luftej pejgamberi. Nuk i luftej munafiqët pejgamberi. Fal fjalëve të tyne, se na jena muslimon, fal betimit të tyne, pasha Zotin, na muslimon jena. Ja Rasulullah, muslimon jena na. Këta vazhduan të shfrytëzojnë të mirat e islamit të muslimanëve. Me pejgamberi kur asnjë ditë nuk i luftoi. Madje ndalej me luftu. Se shka në hadith vërtet, bashkë për Abdullah ibn Ubej ibn Selul. Kur Omeri tha, ja Rasulullah, tashma Allahut ka tërgu se kjo munafik, lem ti mu të heki qafësh. Bile na vjen ma vonë, edhe djali i vetë, e ka pas emnin Abdullah, baba Abdullah. Tha ja Rasulullah, a me plemu të heki qafësh këtë armik të Allah. Tha jo. Sepse njerëzit, nuk e tha djalit e tha Omerit, se dy raste ndryshme janë, sepse njerëzit pastaj do të thonë, inne Muhammeden kane yaqtulu ashabehu, Muhammed i lufton të shokët e tij, shokët e vet. I lufton të i vreste. E jo nuk i vreste shokët e vet.
Ja nuk e vërste. E njefte. E rëndësishme është për neve këto, se këta me ben që bënën këtë dënja, deri diku ju kryti punë, nga se shtireshin se janë musliman, përfitonin prej islamit, mbronin gjakin e tyre, pasunin e tyre, pejgamberi si leftante, ka që donin ata, nuk donin ma shumë. Tani po mendojmë me këtë mentalitet, që edhe në botën tjetër, kër dalim para Zotit, ju krymë punë beja rrejshëm. Për ata Allahu, po ja përshkruan këte, hala pa i rinjallë, të bareke wa ta'ala, jo me je bathon Allah gjemijen, fe jahlifune lehu, kema jahlifune lekum, o jahsebune në hum ala shej, ela innehum humul kadhibun, ata janë arrena cakt vërtet, gënjeshtar të vërtet. Pra, ata përrajnë, kanë rajnë këtë dënja, kanë rajnë pejgamberin, por rajnë në heret, po si shitet. Në fakt, edhe këtë s'ju ka shit në të vërtet, sepse pejgamberi ka kuptu, Allah e ka zbulu dhe ja jetët kuranore, amo haptazi kanë përfituar. Ndërsa, kër dalim për Allahot, nuk përfitojnë asë në gjë. Disa ulema, kër të bidhët i tjerë, kanë thonë këtë që me thonë, një fajde i dobi shumë interesante, ama shqetësuse. Pse munafikët kanë thonë, po betohen në ahiret, që shenë betohen këtë dënja? Kanë thonë, sepse robi, me qka jeton, vdes, me qka vdes, në gjallët. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Me qka jeton robi, me qa përkushtohet robi, ka me vdek, ka me aprus Zotin me vdek qatë. Dhe ka me apru Allahu qatë gjendje më në gjallë. La ilaha illallah. Këta jenë përkushtu ta njetën me rajtë. Madje edhe me përdor bejën, e beja të na është e madhe në islam, po këta se kanë gale, po bejnë bej rajshëm, bojnë bej. E beja rajshëm që jojtë i mindur gamus. I mindur gamus është beti beja rajshëm, beti mi rajshëm. E që është për gjenohë më të më dha, me konsensus të ulemave. Po se kanë gale këta, më rëndësi, kur ka pas nëve kanë përdor këtë betë rajshme. Dhe e kanë bërë pjesë tjetës tyne. Dhe kështu kanë zanë vdekja, dhe kështu e në rinjallur, dhe edhe atje për e përdorin, duke më se ditur këta se me këte vesë që sharrojnë halema shumë. Allahu madhruar, ditën e kiametit, u aqet njerëzve në pa, në shesh, të gjitha të metat, të gjitha sekretet, që kanë bërë këtë dënja, jo me të bleserair, ditën e kiametit, dalin në shesh sekretet. Krejti njerëzit që kanë ba, edhe vetën kur jenë kanë, si ka pa kush këtë dënja, ditë e kiametit dalin. E tani, ana i mbëllën Allahu atje, ana i shfas për atë tjerve, kjo është pe i mirësis, rahmetit të ti, për atë atë janë hadith dhe vërtet të muslimi, aj që janë mbolen vëllat një marrë një tërpë këtë dënja, kam janë mbolu Allah ati një tërpë në dënja dhe në ahiret. Kështu që mbleja marrën vëllat në dënja, ta mblen Allah marrën në ahiret. Sa marrët i bojna na e s'kem që për në ditë kërkush këtë dënja, e lërë me këtë dalën para Zotit. Po Zotit së njëm shefë. Andaj lusim Allahun o Zoti jonë mbëlëna i në dënja, mbëlëna i në ahiret e falna. Ja Rab, mbëlëna në dënja të metat tona, gjënahet tona, Zoti jonë, marrët tona që i bojna njerëz jena na. Mbëlënaj. Dhe mi mbëllu një një tjetërit. Mbëlënaj në dënja e falaj në ahiret, o Zoti jonë, e mos në i qëtë para krijesave, sepse atje poshtrohen njerëzit. Atje është dita e poshtrimit, po dhe dita e ngritjes e lartësimit. Lartësën ngrit Allahu njerëz, dhe të tjerë poshtron i madhe i Allah te bareke o ta'ala. Nga se çdo gjë, duhet ta marrë hakun, qysh e meriton me drejtsinë të madhe të Allah te bareke o ta'ala. Pra, po betohen në ahiret, shpikërin punë beja, kur gjë, në këtë dënja, o munduan përfitojnë për saj. E pse këta kështu?
sepse ka bo shejtani për vetë. Pra ta thotë Allahu në ajetin e 19. Istahwadha alejhimu shejtan, fa ansahum dhikra Allah, ulaike hizbu shejtan, ela inne hizbe shejtani humul khasirun. Ata i ka vënë poshtë shejtani, i ka bo për veti shejtani. Dhe i ka bërë që të harrojnë dhikr Allah për mendjen, për kujtimin e Allahut. Ata, ulaike hum hizbu shejtan. Ulaike hizbu shejtan, ata janë palë e shejtanit. Ata janë argat të shejtanit. Vërtet, palë e shejtanit, argat e shejtanit, miqtë e shejtanit janë të humburit, apo ata që do të humbin, do të pësojnë keq për gjithmonë. Pra, Allahu i madhëruar po tregon në fund të këtij fragmenti se këta munafik, lider kryesor, shtys, kryesor iniciues, e kanë shejtani. Këta i ka bo shejtani për veti. E atë që e bën shejtani për veti, e ka istawla alehi, istahwadha, e ka në grosht. Cytje, përpjekje u bën gjithve, por së nështë në grosht, së një mund. Së një mund. Ndërsa të tillët këto, i ka bo komplet prej veti. Dhe i bind këta që mos me përmend Allah. Mos me dhikrin Allah, mos përmend, pra mos me një për Zotin hyq. As për fenë e Zotit, as për Koranën e Zotit, as për pejgamberin e Zotit, as për premtimet e kërcënimet të Zotit. Mos me një. Mas me pas dërë për din, mas me tutë Zotit. I ka bo për veti shejtani. Për ata për pejgamberi sa Allahun vazhdim, këta janë pale shejtanit. Tamam ushtërjetina, argat të shejtanit. Argat. Punojnë për interesat shejtanit mallkuar. Ta veç për shejtan punojnë. Këta harrojnë, me dia apo pa dia, se janë ushtar, argat, meq të shejtanit. Ani pse hizb, fjallorën e sodit bashkohor, arab i bje parti. Po fjalla parti nuk ka qenë në fjallorën gjuhës arabe kur ka zbitur Korani. Se s'ka pas parti hiq atër. Hizb është palë, është grup, idhtar, pasus, e që sa dhe thëjnë edhe parti. Pra partia dreqit. Fjallorën e sodet lërë shtuj, të në partia dreqit. Andaj, për që të ujtë e mërë sa i fjallet Allahut, që ata e njerëz parti dreqit, që tuk e kam. Takës Allah për thëtë, partia ata në partia dreqit. Dhe te përdoj për dekën thëtë të ja, të Allah e hi parti dreqit. Te mi ku jam, Allah jam e hi, janë të rësu parti dreqit. E partia dreqit, Allah për thëtë në fund, ata janë të humbur, ela inne hizbe shejtani, humul khasirun, partia dreqit, ata janë të humburit, apo humbësit, apo janë sigurt të cilat kanë me humbë, dhe kur s'ka me fitu, asë në dënja, asë në ahiret, edhe nëse i duket atyne që po fitojnë diqka. Sepse janë të pështruar të Allahu, sepse Allah është të dhuruar ndaj tyre, sepse janë armiq të Allahut, nga se ai që është mik i shejtanit, është armik i Allahut, dhe ai që është mik i Allahut, është armik i shejtanit, që është vina jetë të tjera, pjesa fundit të surës El-Mujadele, dhe deri janë arshme, Allahu a'lam. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.